E di që ti më do, preku në këmbë kolegun dhe tentoi ta puthte, përjashtohet përgjithmonë nga puna policia e re. Një policie e re në Britani është përjashtuar përgjithmonë nga shërbimi pasi një hetim disiplinor zbuloi se ajo kishte bërë përpjekje të padëshiruara me natyrë seksuale ndaj një kolegu gjatë një dalje pas pune. Sipas North Yorkshire Police, Brogan Canning kishte prekur këmbën e kolegut të saj, tentoi ta puthte dhe i tha disa herë, e di që ti e do. Oficeri deklaroi se ishte ndier i zemëruar dhe i turpëruar nga sjellja e saj. Ajo madje pyeti, a të dukem të rejse, pasi ai refuzoi afrimin e saj. Dëshmitarët përfshin polic Nathan Mills dhe Megan Smith raportuan se Canning po vepronte çuditshëm gjatë gjithë mbrëmjes dhe se e kishte parë të prekte kolegun në mënyrë të papërshtatshme. Ajo, e cila kishte konsumuar shumë alkool, pretendoi se nuk i mbante mend plotësisht ngjarjet, por nuk i mohoi akuzat dhe kërkoi falje. Paneli disiplinor vlerësoi se sjellja e saj përbënte shkelje të rëndetike, duke e cilësuar si një afrim seksual të padëshiruar si dhe një sjellje fyese dhe viktimizuese. Edhe pse ajo kishte edhe ndorëheqjen përpara përfundimit të hetimit, policia konfirmoi se ajo do të ishte shkarkuar nëse do të ishte ende pjesë e forcës.